personazh që garoni pavarur nga të forcat politike, pavarësisht mbështetjes nga e djathta. Po në rast fitori, ku i delegohet fitoria? Se praktikisht në këto kushte duket sikur Partia Demokratike nuk ka në garë një personazh politik që del nga radhët e saj, pra po hyn në zgjedhje pa një personazh të përfaqësor. E drejtë. Fitoren do përpiqen gjithta t'ja japin vetes, po nga jashtë do thoja fiton ideja e nevojës për bashkim të gjithë opozitës e para dhe është kjo në interes të zotit Binaj? Dë zotit? Zotit Binaj, është kjo në interes? A ishte pavarur, pak rëcika, nuk ka shprehur që unë duat mbështetem. Gjithsa ta mbështeten, ai është në rregull që e ka mbështetjen e tyre. Tash problemi është se kujt do i thot falinderit ai? Ai do i thot gjithëve falinderit vet. Por problemet do të lindin, sepse kush e ka fitoren, kush e dha, PD-ja do thot jemi ne, se ne jemi partia më e madhe. Shehaj, apo Lapaj, apo kush është tjetër, këta dy e kanë mbështetur, apo jo, edhe Thuria. Thuria. Do thonë që është futja jonë, se ndryshe këta vetëm sfitojnë do të, po është futja jonë, apo jo. Por ama ne nuk dim sa morën. Për shembull, unë si njeri që dua të analizoj edhe mendimet e mia, idetë e mia, më duhet të di se sa kanë mbështetje këto parti që sapo dolën, apo rriten, apo po forcohen, apo jo, këto partit alternative ndaj PD-s. Se në këtë shkrirje si shtuat mbetet jetim edhe fajtori, edhe njëkohësisht edhe fituesi mbetet pak ashtu i pa. Je optimist se diçka do të ndryshojë në këtë proces zgjedhor në zgjedhjet e pjesëshme lokale të Tiranës pas ngjarjes së zotit Veliaj dhe situatës krijuar? Jo, nuk ka. Do të ketë një reflektim të qytetarëve lidhur me këtë situatë? Nuk ka shenja për qenë optimist. Në kuptimin që, meqense thatë për qytetarët, çdo qytetar që takon, të paktën nuk di sa juve, po unë takoj, të gjithë ankohen për Tiranën, sidomos për ajrin e keq. Së reflektohet në zgjedhje për zvartetet. Dhe që ti jesh optimist, do të thotë që ti të mendosh që kjo frym ankese, ose që edhe po të ishe ndëshkimi që duan t'i bëjnë qytetarët të pushtetit që u ka shkaktuar këto probleme, do të materializohet, do të shfaqet, do të duket dhe në fund fare do fitoj. Nuk mendoj që do jetë kështu. Shoh një shoqëri shumë të nënshtruar ndaj këtij realiteti. Nuk kërkon më ndryshim. Nuk ndryshonte diçka zotit Binaj si figurë, qoftë edhe për të fituar zemrën e publikut. Është ndryshe këtë herë për ta bërë më thjeshtë. Nuk mjafton zoti Binaj vetëm. Se nuk është figura politike standarde që kemi parë gjithmonë. Nuk është figura standarde. Ka pasur kandidat, por të cilët kanë pas një lëvizje, siç ishte për shembull Bojaxhiu, doli me një lëvizje të rëndësishme, dhe ajo ishte gjë e mirë që kishte një lëvizje mbrapa. Njerëz të cilët, duhet jemi realist, dolën në atë kohë me idenë e një alternative ndaj dy partive të mëdha. Bojaxhiu kështu doli. Unë jam alternativ edhe e kandidatit PS-s, që ishte Veliaj, edhe kandidatit PD-s, që ishte në atë kohë doktori Halim Kosova. Dhe kishte njerëz që ishin të zgënjur me dy partit, sepse kishin marrë të dyja, dhe mori 7% me sa më kujtohet vota. Tani ky është përfaqësues i opozitës, në një farë mënyrë, opozita është mbrapa tij, se sa shoqëria civile, pastaj shoqëria në tërësi e shikon si përfaqësues edhe të vetin, do të shikojmë, rezultatet do të tregoj, por nuk kam shumë besim, e shoh të topitur shoqërinë, pavarësisht nga kandidati. Okej, beson tek personazhi apo tek formula në këtë proces zgjedhor? Edhe në tërësi në zgjedhje. Është formula ajo që e prish gjën apo është personazhi që çdon në këtë garë? Jo, personazhi. E ka fjalën për formulën politike, se si funksionon çdo forcë politike. Tash formula për mua, formula duhet ishte një bashkim rreth një kandidati,
ku të shfaqemi bashkë me të e mbështesim, të gjithë, që vjen si rezultat i bisedimeve shumë serioze midis partive të PD-s dhe partive të vogla, mbi problemet e mëdha që ka jo vetëm ky qytet, po që ka dhe demokracia në këtë qytet, dhe qeverisja në mënyrë demokratike e këtij qyteti, se mos harroni për shembull që një nga gjërat që unë e quaj skandaloze është që një pushtet i pavarur, siç duhet të jetë pushteti lokal, është në komandën e pushtetit qendror. Lejet e ndërtimit që nga kati, nuk e di tani, nga i Pestja, ku diun, e lartë i ka Edi Rama në Tiranë. Dhe ai ka marrë votën e popullit, po e vendos ky tjetri, ky pushteti tjetër. Nuk mund të jetë kështu për të funksionuar demokraci. Duhet të jetë kryetari i bashkisë që i përgjigjet popullit, se supozojmë tash për një çast. Unë nuk besoj që mund ndodhi, po fitoi kandidati kundërshtar. Okej. Apo ja. Fakti që fiton kandidati kundërshtar tregon një pakënaqësi të madhe për këto gjëra që janë bërë. Kush do ndëshkohet? Kush do ndëshkuar për këtë? U ndëshkua Erion Velia? Apo ndëshkua Edi Rama që jep lejet e Gradatçelave, që po na mbysin gjithë duke pastruar parat e pista. Pra formula ka një rëndësi të madhe. Ka të bëjë shumë formula me çfarë formati këto parti bashkohen, me çfarë ideje për ta nxjerrë Shqipërinë nga një rrugë drejt greminës, për mendimin tim. Ti fole për bisedime serioze brenda Partisë Demokratike dhe të gjitha partive aleate me